Për të disa vit me radhë, është mbajtur festa e mollës në Dvoran të Korçës. Këtë vit, fermerët kanë patur arsye për të festuar realisht, pasi çmimi i frutit mollës ka shkuar deri në 80 lekë kilogram, pothuajse dyfishi i vitit kaluar. Ne jemi shumë të kënaqur, falë Zotit, për falë produktit që na fali Zoti, si vit jemi me 80%, pavarësisht se në muajin mars, prill patëm një ngritje shumë të madhe. Kemi në varitete, për shumë në varitetin sarkinke dhe në varitetet e sarkinkës kemi mungesë, po prapë mbi 70% të produktit e kemi. Në fillim molla shkoi me 700 lekë, tani në bazë me qurit edhe kërkesa, për shumë erdhi dhe sezoni vjeles ka rënë diku në 55-600 lekë. Ferdinand Ali, një tjetër fermer super potencial i fushës së Dvoranit, tregon që pavarësisht çmimit të lartë, rendimenti i këtij viti është i ulët për shkak të ngritjeve në fillim të pranverës. Ky vit vërtet s'ka vend për ankesa, po ankojmë për prodhim si në prodhim. Ky nga problemet që neve pasim vështirësi. Është fakti sepse nuk po sigurojnë fermerët të ardhurat në fermat e tyre dhe po largojnë kësaj fushë. Një amerikane ka gatuar ëmbëlsira të ndryshme me mollë. Ajo tregon se lekët që do të përftohen nga shitja e këtyre ëmbëlsirave do të shkojnë për restaurimin e një klase në këtë fshat. Në qarkun e Korçës janë rreth 4200 hektar me mollë të varieteteve të ndryshme si Fujian, Star King, Golden e tjerë, ndërsa vitet e fundit molla po eksportohet drejt vendeve të rajonit.